Një fqinje e imja ka një vazo në balkon. Vazo e zakonshme, balkon I vogël, asnjë kopsht, asnjë tokë, asnjë hapësirë e veçantë. Wow, an orange for me? Yes, one for everyone. So many from one pot! Thank you, Grandpa! Abundance for all. Si Neighbor, how do you grow such beautiful vegetables? It's simple. I will show you 3 things. First, good soil. Second, plenty of sun. Third, water daily. Ah, I see. Thank you, neighbor. This orange is finally ripe. Let me pick it for you. Here, a gift from my tree. Për portokall në vazo duke përdorur metodën e ushqyerjes konstante që gjyshërit tanë e dinin, për të pasur pemë që kur nuk I mungon forca dhe sekreti I fundit. Only has flowers, no fruit. See the difference? One makes fruit, the other doesn't. Subscribe now, every week, for real techniques like this. Join me in this beautiful garden for more. Teknika reale si kjo. Para se të flasim për zgjidhjet, duhet të kuptoni pse shumica e portokallave në vazo dështojnë. Sepse nëse nuk e dini problemin real, do të bëni të njëjtat gabime vit pas viti. Portokalli është pemë mesdhetare me origjinë subtropikale. Në natyrë rritet në toka të thella, të pasura dhe me kullim të shkëlqyer. Rrënjët e saj mund të zgjerohen metra në çdo drejtim duke kërkuar ujë dhe lëndë ushqyese. Kur e vendosni në vazo, ndodh diçka kritike. Ju I kufizon rrënjët në një hapësirë të vogël. Toka shpejt shtërzohet nga lëndët ushqyese. Kullimi mund të bëhet I dobët dhe rrënjët mbyten. Temperatura e tokës në vazo luhatet shumë më tepër se toka e kopshtit. Ky kufi I vendosur nga vaza nuk është problem I pasgjidhshëm. Është sfidë që kërkon qasje ndryshe nga kultivimi në tokë, por problemi I parë dhe më I madh nuk është as toka, as uji. Është zgjedhja e vazos dhe lloji I tokës, dhe ky është pikërisht gabimi që bën shumica. Marrin çfarëdo vazo, çfarëdo tokë dhe pastaj pyesin pse portokalli nuk prodhon. Kjo është skena më e rëndësishme e gjithë videos. Sepse nëse gaboni këtu, asgjë tjetër nuk do të funksionojë. Zgjedhja e vazos, vaza duhet të jetë e mjaftueshme për sistemin rrënjor. Për portokall, vaza minimale duhet të ketë diametër 40 cm dhe thellësi 40 cm. Por nëse keni mundësi, zgjidhni 50 deri 60 cm diametër. Sa më e madhe vaza, aq më pak stres ka pema dhe aq më shumë prodhon. Materiali I vazos ka rëndësi. Vazo balte ose terrakote janë ideale sepse lejojnë ajrosjen e rrënjëve nëpërmjet mureve poreze. Toka nuk mbetet e nxehtë si me vazo plastike dhe ajri qarkullon, por vazo balte ka një disavantazh. Thahet shumë shpejt në verë. Nëse keni verë shumë të nxehtë dhe nuk mund të ujisni çdo ditë, vazo plastike e madhe ose vazo fibër qelçi mund të jetë zgjedhje praktike. Vrima e kullimit është absolute. Nëse vaza nuk ka vrim kullimi të mjaftueshme, portokalli do të vdesë. Uji I stagnant vret rrënjët brenda ditësh. Nëse vaza juaj ka vetëm një vrim të vogël, shtoni vrima të tjera ose zgjidhni vazo tjetër. Shtresa e poshtme për kullim. Ky është këshilli I gjyshërive tona dhe funksionon shumë mirë. Para se të shtoni tokën, vendosni një shtresë 5 deri 7 cm gurësh të vegjël, copash qeramike të thyra ose zhavori të trashë në fundin e vazos. Kjo krijon hapësirë ajri nën tokë dhe parandalon bllokimin e vrimave të kullimit. Shumë kopshtar modern e kanë braktisur këtë praktikë duke menduar se nuk është e nevojshme. Gabim. Sidomos në vaza me vrima të vogla kullimi, kjo shtresë bën ndryshim të madh, substrati ideal. Ky është sekreti real I fqinjes sime. Portokalli në vazo nuk ka nevojë për tokë të zakonshme kopshti. Ka nevojë për substrat të veçantë, formula ime. 3 pjesë tokë kopsht e mirë ose substrat universal. 2 pjesë kompost të pjekur mirë. 1 pjesë rër të trash ose perlite për kullim. Gjysmë pjesë hidruri të shoshitur. Kjo përzierje siguron njëkohësisht lëndë ushqyese, kullim të mirë, ajrosje të rrënjëve dhe pH të saktë.
Portokalli preferon pH midis 6 dhe 6.5, pak acidik. Nëse toka juaj është tepër alkaline, shtoni pak torf ose substrat bojra blu për ta rregulluar pH. Si e kontrolloni pH? Shiritat e testimit të pH janë të lira dhe të disponueshme. Lagni pakës tokë, vendosni shiritin dhe krahasoni ngjyrën. Është më e thjeshtë nga sa mendoni. Kur ndërroni tokën, portokalli në vazo ka nevojë për ndërrimin e tokës çdo 2 deri 3 vjet. Toka e vjetër ngjeshet, pH ndryshon dhe rezervat biologjike shteren. Momenti ideal për ndërrimin e tokës është fundi i dimrit, para se pema të fillojë rritjen e re pranverore. Kur mos ndërroni tokën gjatë lulëzimit ose prodhimit sepse shkakton stres të madh. Nëse po mësoni diçka të re sot, abonohuni tani. Çdo javë sjellim teknika reale si kjo. Tani le të flasim për plesin. Dhe kjo është pjesa ku stili ynë dallon nga çdo kanal tjetër. Portokalli në vazo ka 2 nevoja ushqyese shumë të ndryshme sipas stinës. Dimri dhe fillimi i pranverës kërkojnë pushim dhe plesi minimale. Pranvera dhe vera kërkojnë ushqyerje intensive dhe të vazhdueshme. Vjeshtja kërkon plesi të moderuar për ruajtjen e frutave deri në korje. Nëse plehosni njësoj gjatë gjithë vitit, do të dëmtoni pemën. Plesia e pranverës dhe verës, faza aktive. Hiri i drurit është plesia e parë dhe bazë. I pasur me kalium, kalcium dhe magnez, është saktësisht ajo çfarë portokalli ka nevojë gjatë lulëzimit dhe formimit të frutit. 2 gota hidruri të zhytura 48 orë në 10 litra ujë shiu. Filtroni, holloni 1-2 dhe aplikoni rreth bazës çdo 2 javë nga prilli deri në gusht. Rrobull kafeje çdo javë. Shtrojeni direkt mbi sipërfaqen e tokës në vazo çdo javë. Azoti organik i kafes lëshon gradualisht, aktivizon mikroorganizmat e tokës dhe acidifikon lehtë pH, saktësisht siç e dëshiron portokalli. Çaji i kompostimit çdo 2 javë. 1 pjesë kompost me 10 pjesë ujë, 24 orë zhytje, filtruar dhe aplikuar. Siguron lëndë ushqyese të plota dhe gjallëri biologjike të tokës. Lëvozhgat e banenes çdo 2 javë gjatë lulëzimit dhe formimit të frutit. Kalium dhe fosfor direkt të disponueshëm për rrënjët, lëvozhgat e vezëve të bluara çdo muaj. Kalciumi ndihmon formimin e frutit dhe parandalon problemet e lëkurës, por ka edhe diçka shumë të rëndësishme që pak njerëz e dinë. Portokalli ka nevojë për magnez. Mungesa e magnezit shfaqet si gjethe të verdhëzuara midis nervave, të quajtura kloroza. Nëse shihni këtë simptom, shtoni pak sulfat magnezi, rreth gjysmë lugë gjelle, të tretur në litër ujë dhe aplikoni mbi gjethe herët në mëngjes. Efekti shihet brenda 2 javësh, plesia e vjeshtës dhe dimrit, nga shtatori deri në dhjetor. Kur frutat janë duke u pjekur, reduktoni gradualisht plesin. Vetëm hiri çdo 3 javë dhe çaj kompostimi çdo 3 javë, nga janari deri në mars, gjatë pushimit dimëror, ndaloni plesin pothuajse plotësisht. Vetëm një aplikim çaji kompostimi në muaj, gabimi klasik i plesisë. Shumë kopshtar plehojnë portokallin me azot të lartë gjatë gjithë vitit duke menduar se e forcojnë. Rezultati: shumë gjethe, pak lule, pak fruta. Azoti i tepërt nxit vegjetacionin dhe pengon lulëzimin. Portokalli ka nevojë për azot të moderuar pranverë dhe kalium dhe fosfor gjatë lulëzimit dhe prodhimit. Vendosja dhe drita. Portokalli ka nevojë për minimum 6 orë dritë direkte dielli çdo ditë. Kjo nuk është rekomandim, është kërkesë biologjike. Pa dritë të mjaftueshme, portokalli nuk lulëzon. Pa lulëzim nuk ka fruta. Nëse balkoni ose terasa juaj nuk merr dritë të mjaftueshme, portokalli nuk është zgjedhja e duhur. Vaza duhet të rrotullohet çdo 2 deri 3 javë. Kjo siguron që të gjithë anët e pemës marrin dritë uniform dhe pema rritet e ekuilibruar gjatë verës. Nëse temperatura kalon 38 deri 40 gradë, lëvizeni vazën në hije të lehtë gjatë orëve të mesditës. Nxehtësia ekstreme dëmton lulëzimin, saktësisht si me specin dimri. Nëse jetoni në zonë ku temperatura dimri bie nën 5 gradë,
Portokalli në vazo ka nevojë për mbrojtje. Lëvizeni brenda ose në vend të mbrojtur. Portokalli nuk toleron ngricat e rënda. Nëse temperatura është midis 0 dhe 5 gradë, mbulojeni me agrovelo dhe shtrojeni kash rreth vazos për të izoluar rrënjët. Ujitura e saktë. Ky është faktori që vret më shumë portokalle në vazo. Jo thatësia. Uji i tepërt, rrënjët e portokallit kanë nevojë për oksigjen. Kur toka mbetet e lagur vazhdimisht, oksigjena mungon dhe rrënjët fillon të kalben. Kalbëzimi i rrënjëve është i padukshëm nga jashtë deri kur bima fillon të vyshket dhe atëherë është vonë. Si e dini kur të ujisni? Metodë e thjeshtë dhe e sigurt, futni gishtin 3 deri 4 cm thellë në tokën e vazos. Nëse ndihet e thatë, ujisni. Nëse ndihet pak e lagur dhe e freskët, prisni edhe një ditë. Nëse ndihet e lagur, mos ujisni dhe kontrolloni nëse kullimi po funksionon. Gjatë verës ujisni zakonisht çdo ditë ose çdo 2 ditë. Gjatë dimrit çdo 7 deri 10 ditë, ujisni gjithmonë derisa uji të dalë nga vrima e kullimit. Kjo siguron se e gjithë toka ka marrë lagështi uniform dhe nuk ka zona të thata brenda. Kur mos lini vazën në pjatë me ujë stagnant. Pjata duhet të zbrazet 30 minuta pas ujitjes. Uji i shiut është shumë më i mirë se uji i rubinetit. Uji i rubinetit shpesh ka klor dhe kalcium të tepërt që dëmton rrënjët dhe rritjen e tokës. Ky problem është i lidhur ngushtë me videon ton të mëparshme për kumbullaren dhe shegën. Por në vazo ka specifika shumë të rëndësishme. Portokalli në vazo hedh lulet ose frutat e vegjël për 3 arsye kryesore. Arsyeja e parë, stres hidrik. Vaza thahet shumë shpejt krahasuar me tokën e kopshtit. Edhe 2 ditë pa ujitje gjatë verës mund të shkaktojnë hedhjen e luleve ose frutave të sapoformuar. Zgjidhja, mulçimi i sipërfaqes së tokës në vazo. Një shtresë e hollë 2 deri 3 cm kash ose gjethe të thata mbi sipërfaqen e tokës në vazo mban lagështinë shumë më gjatë dhe redukton nevojën e ujitjes. Arsyeja e dytë, mungesa e lëndëve ushqyese. Siç shpjeguam, toka e vazos shtërzohet shpejt. Nëse plesia nuk është e rregullt, portokalli hedh frutat sepse nuk ka burime të mjaftueshme për t'i çuar deri në pjekuri. Zgjidhja, programi i plesisë sipas fazës siç shpjeguam. Arsyeja e tretë, ndryshimet e papritura të kushteve. Lëvizja e papritur e vazos nga dielli në hije ose anasjelltas, ndryshimi i papritur i temperaturës, ujitja me ujë shumë të ftohtë gjatë ditëve të nxehta, të gjitha këto shkaktojnë stres dhe hedhje të frutave. Portokalli në vazo ka nevojë për stabilitet. Ndryshoni kushtet gradualisht, jo papritur. Arsyeja e katërt, vazo shumë e vogël. Kur sistemi rrënjor ka mbushur vazën plotësisht dhe nuk ka më hapësirë, bima hyn në stres. Ndalon prodhimin ose hedh frutat, shenja se vaza është tepër e vogël. Rrënjët dalin nga vrima e kullimit, toka thahet shumë shpejt edhe pas ujitjes së plot, bima vuan pa shkak të dukshëm. Zgjidhja, rritja e vazos. Kaloni në vazo 20 deri 30% më të madhe. Kur mos kaloni në vazo shumë të madhe papritur sepse toka e tepërt mban lagështi dhe shkakton kalbëzim të rrënjëve. Portokalli në vazo kërkon krahasitje të ndryshme nga portokalli në tokë. Qëllimi i krahasitjes në vazo nuk është vetëm prodhimi. Është edhe kontrolli i madhësisë. Nëse e lini të rritet lirshëm, pema bëhet shumë e madhe për vazën dhe për hapësirën tuaj. Krahasitja e formimit bëhet çdo pranverë para fillimit të rritjes së re. Hiqni degët e kryqëzuara, degët e dobëta dhe ato që rriten drejt brendis. Mbani formën e pemës të hapur dhe të ajrosur. Mos krahasitni kur më shumë se 30% të biomasës totale të pemës në një krahasitje. Krahasitja e tepërt stresifikon bimën. Hiqni çdo filizë që del nga baza e trungut poshtë vendit të graftimit. Këto filiza janë nga nënrasha dhe nëse lihen rriten me fuqi dhe mund ta dominojnë pemën. Krahasitja e gjelbër, heqja e lastarëve tepër të rinj, bëhet gjatë verës nëse pema po rritet shumë shpejt. Kloroza, hekuri dhe magnezi, gjethe të verdhëzuara midis nervave të gjelbra.
Shkaktohet nga mungesa e hekurit ose magnezit. Në vazo, kjo shpesh ndodh kur pH është tepër i lartë. Shtoni sulfat magnezi ose sulfat hekuri sipas simptomës. Rregulloni pH me shtim acid, a ka rrënjesh, pytopthora, kalbëzimi i rrënjeve nga uji i tepërt. Simptoma: gjethe të verdhëzuara, degë që thahen nga maja, bima vyshket pa shkak të dukshëm. Parandalimi i vetëm, kullim i shkëlqyer dhe ujitje e korrekt, luspa e portokallit, Coczus hesperidum, insekte të vogla të shesh kafe ose të verdha që ngjisin nën gjethe dhe mbi degë. Prodhojnë lëng të ëmbël ku zhvillohet kërpudha e zezë. Tretësira e sapunit të zarzavateve me pak alkool aplikuar direkt mbi koloni, minuesi i gjetheve, larvat gërvishtin tunele të lakuara në gjethe. Hiqni gjethet e prekura menjëherë. Mos lini gjethet e infektuara pranë pemës, afidët, shumë të zakonshëm në lastarët e rinj të pranverës. Tretësira e sapunit të zarzavateve herët në mëngjes. Janari dhe shkurti, pushimi dimëror. Ujitje minimale çdo 7 deri 10 ditë. Plesi minimale. Mbrojtje nga ngricat, marsi, fillimi i rritjes së re. Shtoni plesin e parë të pranverës. Krasitja e formimit nëse nevojitet, prilli dhe maji, rritja intensive dhe lulëzimi. Plesia e plot fillon. Hiri çdo 2 javë, çaj kompostimi çdo 2 javë, rrobull kafeje çdo javë, qershori dhe korriku, formimi i frutit. Kaloni te kalium dhe fosfor. Lëvozhgat e banenes çdo 2 javë. Lëvozhgat e vezëve çdo muaj. Ujitja e përditshme, gushti, frutat po rriten. Vazhdoni plesin. Vëzhgoni për sëmundje, shtatori dhe tetori, pjekja e frutave. Reduktoni plesin gradualisht. Vetëm hiri dhe çaj kompostimi çdo 3 javë, nëntori dhe dhjetori, korrja. Ujitje e reduktuar. Fillimi i mbrojtjes nga i ftohti. Fqinja ime me balkonin e vogël nuk ka asgjë të veçantë. Ka vazon e dur, tokën e dur, plesin e rregull dhe durim, portokalli në vazo nuk është pemë e vështirë. Është pemë që ka nevojë për kushte të sakta dhe kujdes të qëndrueshëm. Dhe kur I jepni ato, ju kthen me portokalle të ëmbla, me erë lulesh portokalli dhe me kënaqësinë e korjes nga pema juaj. Shkruani në komente cilin citrus keni ju në shtëpi. Portokall, limon, mandarin? E lexoj çdo koment. Nëse ky video ju ndihmoi, jepni like dhe ndajeni me dikë që ka portokall në vazo dhe po lufton. Shihemi javën tjetër në kopshti I agimit. Mirupafshim.